Hello! Ja ku jemi këtu në makinë së bashku, po më pëlqente shumë ta bëja një video në këtë zhurmën e shiut, pasi unë jam një fan e zhurmës së shiut, kështu që sot do ndaj me ju diçka që unë e mbaj gjithmonë në makinë. Ishte pikërisht vendi që unë doja ta bëja videon, pasi ju prezantoj pak ca parfume nga Miracles of Joy. Parfumet bajore janë një ndër të preferuarit të mi dhe që i mbaj gjithmonë me vete në makinë. Unë mora 3 aroma të reja, një që përdor gjithmonë, por 2 ishin të reja dhe do ju a tregoj dhe juve. Kush më nje e di që unë vdes për aroma të ëmbla dhe sidomos të vaniljes dhe kam marrë këtë vanilla powder nga një markë që nuk po e lexoj se mos e them gabim, por që mund të taktoni me Miracles of Joy dhe ju a shpjegon ajo më mirë. Kam marrë Bianco Latten që është një aromë e përsosur, nuk e di, unë vdes për këtë sidomos për ta vënë darkave, është super mrekullueshme dhe mund t'ju them që këto të Miracles of Joy unë i përdor gjithmonë dhe mbajnë super aromë dhe zgjasin gjithë ditën. Dhe të fundit, por jo më të parëndësishme, Flamengo Ramon Monegal, e preferuara ime, kam që në verë që e përdor dhe ju betohem, është 1 me original. Të kontaktoni me Miracles of Joy, gjithashtu përmendni emrin tim dhe mund të keni shumë zbritje. Faqen do ju a lej me tag këtu poshtë, gjithashtu dhe në Instagram. Ju dua!